krenar për Jezusin. Dhe nëse ka një gjë për çfarë ti je krenar, e vetmja që ja vlen ti je krenar është që Zoti jot quhet Jezus, që ai e mundi vdekjen, që ai u ngrit nga varri, që ai na ka bërë ne bi dhe nëpërmjet ti ne jemi të mbrojtur dhe gjithë shkrimi i tij ne na bindet. Kjo është e vërteta. Unë dua të të them sot këtë të vërtet. Gjithçka që syri jot shikon, gjithçka që veshi jot dëgjon, që e ka krijuar Perëndia, unë dua të të them sot, të gjitha janë krijuar për të nënshtruar autoritetit të Jezusit në ty. Prandaj merr autoritet. Mos e lër sherrin në familjen tënde të vjedhë paqen. Mos e lër të ligun të vjedhë financat. Mos e lër të ligun të vjedhë fëmijët. Ti je një luftëtar. Perëndia të ka thirrur ty që ti kapësh me dorë gjarprind. Haleluja, si thot tek Marku 16. Ai që beson në Krishtin Jezus do të dëboj demonët, do të flasi gjuhë të reja, do t'i kapi me dorë gjarprind. Edhe nëse do të pi diçka që shkakton vdekjen, nuk do ta gjej asnjë e keqe. Do t'i vësh duart mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen. Ky është autoriteti që Zoti të ka dhënë. Ky është autoriteti që Zoti thot të verbrit do të shikojnë, të shurdhët do të dëgjojnë, lebrozët do të pastrohen, të çalët do të ecin, të gjitha këto mrekulli janë të popullit të tij. Ka ardhur koha e rizgjimit. Ka ardhur koha e identitetit në Krishtin. Ka ardhur koha ku ti ta dish. Zoti im që mundi vdekjen, nuk ka asnjë gjë të pamundur për Zotin tim. Asgjë. Më thuaj një Zot tjetër, më thuaj një besim tjetër ku është shkruar që ai Zoti tyre ju thot çfarë kërkon, dhe unë të gjitha që ti kërkon në emrin tim, unë do të t'i jap. Nuk e gjen asnjë vend, sepse askush nuk e ka fuqinë, përveç kujt, ma thuaj pak, kujt, kush e ka fuqinë, kush e ka autoritetin? Jezusi, sepse ai e mundi vdekjen. Vetëm ai e mundi vdekjen, vetëm ai u ngrit nga vdekja, vetëm ai e ka fuqinë e shërimit, të çlirimit, të autoritetit mbi gjithçka që Perëndia ka krijuar. Vetëm Jezusi. Dhe prandaj Jezusi mund të thoshte: a ka gjë të pamundur për mua, o Abraham? Dhe sot Zoti të thot ty, të thot ty Mirjana, të thot ty Majlinda, të thot ty Sida, të thot ty Pranvera, të thot ty Miranda, të thot ty të gjithë, sepse nuk e shikoj dot komentet në Facebook, edhe ty në TikTok, të thot ty sot: a ka gjë të pamundur për mua, thot Zoti? A ma ke kërkuar, thot Zoti, dhe s'ta kam dhënë? A më ke besuar mua në gjithçka dhe unë nuk e kam bërë? Pra sot është dita. Sot është dita ku ti gjithçka tënde ti thua: Zot, unë e di që s'ka asgjë të pamundur për ty. Unë e di që kur ti në emrin tënd unë them, çdo mal shkulet dhe hidhet në fund të detit. Unë e besoj këtë gjë. Unë e besoj, Zot, sepse ti ja di themelin shkëmbit. Kush i ka vendosur ata shkëmbin kështu puf, fort? Zoti jon. Ai i ka vendosur atje ku ai e dinte që kjo tokë ka duhet një blindë e fuqishme. Dhe Zoti e mori shkëmbin, edhe atë më të madhin që ne na duket në dorën e Perëndis është si një kokër rere. Dhe ai e mori, e formovi rrenjën e tij dhe e futi në thellësitë e tokës, duke thënë: ti je blinda e këtij vendi. Ashtu si një shtëpi pa blinda nuk qëndron, ashtu dhe Zoti i bëri malet blinda të tokës. E megjithatë, ai e di kur është momenti dhe të thotë: shkulu dhe hidhu në fund detit. Dhe ashtu do të bëhet. Ky është Zoti jot. Ky është Zoti jot. Dhe ky Zot ka zgjedhur të doj ty. Ai ka zgjedhur të pranoj ty. Ai ka zgjedhur të jetoj në ty edhe të thotë: bia ime, biri im, nuk ka gjë të pamundur për mua. Mos shko në për magjistar, mos shko në për të vdekur, mos shko dhe mos ju lëpi këmbët statujave. Po eja tek Zoti i gjallë, tek Jezus Krishti.
ai që e mundi vdekjen, ai që mund të thot, s'ka asgjë të pamundur për te. As edhe një gjë. Thjesht kërkoja dhe ai do të ta jap. Thjesht merr autoritet dhe vepro, sepse gjithçka i bindet Zotit. Fjala thot që Jezus Krishti kur u ngjit nga varri, kur u ngjit në qiell, të gjitha principatat e qiellit, principatat e zvaranikëve të tokës, principatat e nën tokës, principatat e thellësive të detrave, principatat e shiut dhe të borës, të gjithë shkaje, u përulën për para Krishtit Jezus. Halleluja! Për para Krishtit Jezus u përulën të gjitha principatat për para Krishtit Jezus, të gjitha principatat e nderuan Jezusin, sepse Jezusi është Zoti, Zoti që i ka krijuar, Zoti të pamundurës, dhe fjala thot që Jezusi nga dhe njeu mbi to. Pra Jezusi tregoi fuqinë e tyre dhe të gjitha gjunjët dhe të gjitha gjuhët deklaruan në qiell edhe në tokë që Jezusi është Zot. Dhe ky është Zoti jot. Ky është Zoti jot. Halleluja. Nuk është një Zot prej guri, nuk është një Zot prej druri, nuk është një Zot fantazi, nuk është një Zot që të thot bëj këtë, ndryshe. Nuk është një Zot që të thot hajde bëj këtë se do t'jap 72 burra ose 100 burra atje në parajs. Pa jetojmë ne për burrat, a jetojmë ne për gratë? Ku është shpirti jon? Ku është shpirti jon? Në Krishtin Jezus ne kemi shpirtin me Perëndin. Ky është Zoti i gjallë. Ky është Zoti që i turpëron çdo principat. Ky është Zoti që i turpëron njerëzit krenar, ata që thonë do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë. Zoti Jezus i turpëron krenarët. E Zoti Jezus thotë, gjithçka do të kaloj përmes meje. Unë jam porta, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, thot Jezusi. Dhe të gjithë ne jemi thirrur, duam apo s'duam, nëse duam të jemi në praninë e Atit, duam të jemi në parajs, duhet të kalojmë në atë derën e Krishtit. Duhet të kalojmë në atë derën ku është shkruar Jezus. Dhe unë të ftoj sot dhe të them, çoj sot zemrën përpara Zotit Jezus. E thuaj, Zot, unë nuk kam turp për ty. Unë nuk kam turp për ty. Unë jam krenare për ty. Unë të besoj ty sot. Dhe unë i di që gjithçka është e mundur për ty. Nuk kam turp të dua ty. Nuk kam turp të deklaroj që i përkas Jezusit. Nuk kam frikë, sepse Zot, unë e di, ti je me mua. Halleluja. Zoti është me ty. Mos ki frikë. E di, fjala thot që Zoti na mbulon me dritën e tij. Dhe unë sot të them, zgjeroj kufit. Zgjeroj kufit. E dini, Elia ja dha mantelin Elizeut. Por unë dua të tregoj sot, a ishte manteli Elias, e mori Elizeu dhe manteli vet u çua dhe tha, unë jam manteli Elias, unë e kam autoritetin, edhe manteli vet shkoi tek lumi, çak, e hapi rrugën dhe Elizeu kaloi. Jo të dashur, Elizeu e mori atë mantelin e dritës, mantelin e Krishtit, atë mantelin e Elias, dhe çfarë bëri? Ai e rravi lumin me mantelin. Dhe çfarë ndodhi? Lumi u hap. Dhe unë dua të them sot ty bia e Perëndis. Unë dua të them ty biri Perëndis. Ju që mbani kurorën e Krishtit, ju që mbani unazën e fejesës, mbani shpirtin e shenjtë Perëndis. Ju keni mantelin e dritës, mantelin e fuqisë, mantelin e autoritetit, ju e keni. Por aman ti duhet ta marrësh këtë mantel. Edhe në situata, ti duhet ta mbash të mantel veshur, por në situata të caktuara, kur ti e di që ke një lum, kur ti e di që ke një luftë, merre dhe rrihi me mantelin. Dhe ti do të shikosh që rrugët do të hapen. Dhe ti do të shikosh që lumi do të ndahet në dysh. Dhe ti do të kalosh. Dhe unë dua të them, ti e ke të veshur mantelin. Ti e ke mantelin. Ti të duhet thjesht ta marrësh pak edhe të marrësh autoritet dhe ti ndash gjëra.
Çoni dhe luftoni për familjet tuaja. Çoni dhe ngrini emrin e Krishtit Jezus mbi martesat tuaja, mbi fëmijët tuaj, mbi financat tuaja, mbi besimin tuaj, mbi gjithçka. Çoni dhe ndajni lumenjt. Zoti ta ka dhënë autoritetin. Zoti të ka dhënë mantelin. Ti je dritë. Ti je i veshur me dritën. Përdore këtë gjë. Përdore. E dini, shumë njerëz kanë parë filma horror edhe mendojnë, "Ua, si një demon kishte." Dhe i kanë mësuar njerëzit që është turp të kesh demon. Është turp të çlirohesh. Është turp që të tjerë ta shikojnë që ti ke demon. Kjo ka qenë strategjia e Satanit për të mpirë mendjet e njerëzve, që njerëzit të mos ta pranojnë çlirimin. Po a ka gjë më të bukur se sa një njeri që vuan nga mendimet e vetvrasjes, se sa çlirimi? A ka gjë më të bukur se sa një njeri që bie gjithmonë në depresion, që të çlirohet? A ka gjë më të bukur për torturat e ëndrave të natës, dhunën që përdoret natën nga demonët? A ka gjë më të bukur se sa çlirimi? Shumë të krishterë kanë frikë të demonstrojnë, t'i lënë demonët të demonstrojnë, kanë frikë të tregojnë që kanë nevojë për çlirim. Të dashur, kjo është dhuratë nga Perëndia. Të marrësh çlirim do të thotë ti ke një zemër të përulur. Çlirimi nuk është për krenarët, çlirimi nuk është për egoistët, çlirimi nuk është për ata që duan ta fshehin lavdinë e Zotit. Bile disa të krishterë thonë, hajde futemi nga dhoma tjetër, të lutemi që të marrësh çlirimin, që të tjerët mos ta shikojnë. Kjo është strategjia e Satanit. Kjo është strategjia e Satanit që i çon njerëzit të mohojnë lavdinë e Zotit. Mos tregojnë atë që Zoti ka bërë për ta. Dhe kjo i heq lavdinë Zotit, sepse Satani nuk do që populli i Zotit të jetojë i lirë, të i çliruar, i shëruar, i bekuar. Por Zoti do që ne të gjithë jemi në liri. Zoti do që ne të gjithë jemi në liri. Të dashur, dhe të gjithë ne kemi nevojë për çlirim. Është gënjeshtër e Satanit kur thot nuk ka nevojë për çlirim. Të gjithë ne kemi. Edhe unë para pak vitesh, domethënë ndoshta 4 vite, se si mora çlirim, Zoti më çliroi nga fryma e dridhjes së trupit. Pse? Sepse dikush kishte bërë një magji në vezë, i kishte vënë tek puna ime, dhe unë në ignorancë, në pa u menduar, i mora i çova në shtëpi, i hengra ato vezë, dhe vetëm 3-4 ditë më vonë, më fillon gjithë trupi më dridhej. Pse? Sepse një demon ishte vendosur në ato vezë, dhe unë e hengra, dhe ignoranca nuk na ruan në botën shpirtërore. Budallallaku nuk na ruan në botën shpirtërore. Okej. Mosditja nuk na ruan në botën shpirtërore. Vetëm Krishti Jezus na ruan. Dhe kështu ajo frymë hyri në mua. E dini çdo të thotë që nuk mbaja dot një filxhan sepse kështu më dridhej dora? Nuk mbaja dot një libër sepse më dridhesh i trupi kështu? Dhe të gjithë po më thoshin, "Mo po ç'a ke?" Dhe unë po justifikoja veten dhe thash jam e lodhur nga puna. Po kur shkova në lutje për para Perëndis, edhe thash, Zot, ç'a është ky trup që më dridhet? Por zbriti fryma dhe të dashur, më kapi një zjarr, si një korrent gjithë trupin tim, edhe gjithë trupi im po lëvizte në një mënyrë tepër të çuditshme. Demonët u demonstruan. Dhe unë po mendoja në mendjen time vezët. Dhe me njerë me mendjen time, sepse unë nuk mund të përdorja gojen. Dhe thash, Zot, pendohem që i mora vezët. Sikur unë s'kisha vezë, unë kisha pulat e mia që më benin vezë ditë për ditë. Po, ajo mania për të pasur më shumë, mania për t'i marrë falas gjërat, ishte shkaku që u hap rruga. Dhe asnjë nga ne nuk është imun. Nëse ti thua, mua s'më prek asgjë, nuk është e vërtet. Më thuaj ti mua, a mendon ti për burrin tënd ndonjëherë ta kapësh ta shtepësh moj? Se ta solli në majtë undës. A mendon ti për dikë që ta rre fëmijën ditë për ditë në shkollë? A mendon ti ta kap një herë edhe ty për një natë ke mendime të këqija për atë fëmijë, pse? Sepse ai të rre fëmijën tënd? Pa mendoje, ta zëm sikur të bëhet një padrejtësi në punë. Dhe ata të heqin nga puna. Si do ishte zemra jote? Pra e shikoni që nuk ka asnjë njeri imun. Asnjë.
Asnjë nuk është imun. Prandaj është gënjeshtër kur njerëzit thonë, të krishterët thonë, unë nuk kam, unë jam i pastër, ti asnjë nuk është i pastër. Të gjithë ne kemi, kur qëndrojmë rinovojmë mendjen tonë, çdo ditë në Bibël, qëndrojmë në të, i bindemi rregullave të tij, dim të mbrohemi, dim të njohim të ligën nga e keqja. Atëherë, po kush është ky njeri? Kush është? Edhe kështu ishte koha ime atëherë. Edhe vetëm me mendjen time mund të lidhesha me Perëndin, sepse me gojën time nuk mundesha. Dhe u pendova për frymën e përfitimit, u pendova për frymën e të marrjes së gjërave fala, frymën e mëshirës, u pendova që unë i mora dhe i hëngra ato vezë, megjithëse e dija që nëpërmjet vezëve bëhen magji. Edhe megjithatë, ajo egua ime, krenaria ime, mos përulja ime, i dha të drejtë të ligut që të merrte trupin tim në zaptim. Pra, të dashur, dhe kështu, kur unë u pendova me mendjen time, me njëherë unë rash në shesh, si kur isha një shkëmb që bie. Dhe lavdia i qoftë Zotit, nuk ndjeva asnjë dhimbje, sepse gjithmonë ata që bien nga fryma, Zoti di dhe t'i ruaj. Dhe kështu u çlirova komplet. Dhe të gjithë ne në situata të veçanta kemi nevojë për të vajosur. Nëse mua më ka vajosur Zoti, më ka dhënë këtë vajosje që Zoti të më çliroj vetë. Po jo të gjithë e kanë këtë. Okej? Dhe unë kam dëgjuar edhe shumë njerëz të vajosur që kanë thënë po të njëjtën gjë, që kur je i vajosur, Zoti të udhëheq dhe të çliron vetë. Por kur nuk je i vajosur, pra atëherë ti ke nevojë për të thyer prangat tek një i vajosur. Dhe të gjithë është shumë e gabuar kur njerëzit thonë jo, nuk shkoj, nuk dua, jo, se më shikoj njerëzit, jo, edhe le të bëhet në fshehtësi gjërat, djalli do që të bëhet në fshehtësi. Më thoni një vend ku Jezusi çlirovi një njeri dhe e futi fshetas dhe tha hajtë të çliroj një këteja dhe pastaj të nxjerr të shëruar andeja. Jo. Jezusi do t'i tregoj botës që është forca e tij, që e çliron, që shëron. Apostulli Paul tha, unë nuk erdha me fjalë mbushamense. Të gjitha kishat janë mbushur me fjalë mbushamense. Të gjitha kishat janë mbushur me mendje njerëzore, me filozofi njerëzore. Nganjëherë unë vras mendjen dhe them, më fal, çfarë do konkretisht të thot me këtë fjalë? Çfarë se nuk e kuptoj. Është futur njohuria njerëzore. Por apostulli Paul tha, jo për hir të njohurisë e të diturisë, por për shpirtin e shenjtë të Perëndis, për fjalën e gjallë që vjen prej Perëndis, për fuqinë që është për së lashti. Prandaj të dashur, ka ardhur koha mos të fshehemi, ka ardhur koha të themi Zot, kam nevojë për çlirim. Zot, kam nevojë për ty. Zot, mua nuk më vjen turp për ty. E dini, nëse Maria Magdalena do t'i kishte thënë Zotit, të lutem, fsheje, të lutem që më shpëtove dhe më çlirove nga 7 demon, të lutem mos i trego njerëzve. Gjithë bota do ta shikoj që më ke çliruar nga 7 demon. Të lutem, fshije këtë gjë. Asnjë nga ne nuk do ta kishte dëgjuar sot fuqinë e Krishtit mbi të. Pra të dashur, ajo nuk kishte turp për Zotin. Jo vetëm kaq, pa ajo erdhi dhe i lante këmbët Jezusit me lotët e saj dhe ja fshinte me flokët e saj. Ne kemi harruar përuljen. Ne kemi harruar të përulemi e të qajmë në këmbët e Zotit. E dini ju, një pastore ka qenë e kisha jonë. Edhe unë tregova kur ulem në këmbët e Zotit dhe i them Zot të puth këmbët. Sa herë ja kam larë me lotët e mi në mënyrat kur kam qenë e trishtuar. Sa herë. Dhe tregova se si unë përulem përpara këmbëve të Zotit, i puth këmbët, them Zot të puth këmbët e tua. Pikërisht në vrimat e këmbëve të tua, të puth duart e tua. Sepse unë e di në Bibël është shkruar që një dritë si trup njeriu ishte ulur mbi fron. Zoti tha, do ta bëj njeriun sipas shëmbëltyrës time. Sipas shëmbëltyrës tonë, pra me trup, me duar, me këmbë. Dhe ajo pastore iku nga kisha jonë që ditën tjetër. Dhe ne e kishim në një grup lutjeje. Dhe o tha në grupi lutjes, qa janë këto budalliqe? Zoti është Zot
Edhe çfarë është kjo? Është mika ai që ne t'i vëmë themi më puth o Zot, më përqafo o Zot. Shikojeni se ku mendoj të drejtosh një kish me këtë mendim që Zoti atje lart, unë këtu në qiell, edhe le të kaca virren për para Zotit, dhe mëshirë o Zot, mëshirë. Jo të dashur, ky nuk është besimi krishter. Jo. Besimi i krishter është një marrëdhënie me Perëndin. Besimi krishter është i besh një me Zotin. Besimi krishter është që ti i beson Zotit tënd komplet jetën tënde. Dhe ti i thua Zot, jo për të zgjuarësisë dhe të diturisë, po për të shpirtit tënd. Unë kam vendosur të jem tempulli jot. Prandaj t'i jap mendjen time, t'i jap zemrën time, t'i jap trupin tim, t'i jap gjithçka që ti të bësh vullnetin tënd. Dhe nuk kam turp të puth këmbët e tua, nuk kam turp të puth duart e tua, nuk kam turp të nënshtroj me t'i tregoj gjithë botës. Zoti më ka çliruar. Zoti më çliroi nga demonët, Zoti më shëroi nga sëmundjet, Zoti më hapi rrugë atje ku nuk ka rrugë. Unë nuk kam turp për Krishtin. Unë jam krenare për Zotin tim. Këtë do Zoti nga ne. Këtë do Zoti nga ne. Që ne të jemi krenar për te. Të lutemi të adhurojmë atë. Të jemi krenar për Zotin ton. Haleluja. Unë ju bekoj, sepse tani më erdhën këtu njerëz, ju bekoj dhe ju mbuloj me gjakun e Krishtit. Ju mbuloj me gjakun e Jezusit. Dhe deklaroj, ti nuk do të kesh më turp për Jezusin. Ti nuk do të fshihesh më nga të tjerët për Jezusin. Ti do t'jesh krenar që i përket Krishtit Jezus. Ti do t'jesh krenar për veprën e tij në kryq. Ti do t'jesh krenar që ai pagoi me trupin e tij në vend tënd. Ti do t'jesh krenar që ai do të çliroj ty. Do të shëroj ty dhe ti do t'i tregosh gjithë botës. Ky jam unë. Sa më pëlqevi Alionka, ajo vajza tjetër që dolën me emër, nuk kanë turp të thonë, motër, vere me emër. Vere me emër dëshmin time. Shkruaje, unë, Alketa, Zoti më çliroi dhe më shëroi. Zoti më vajta për analizat dhe Zoti bëri që të dilte çdo gjë mirë. Unë i jap lavdi Zotit me emrin tim. Unë lutem që kjo mbretëri e Perëndis të vinë në zemrën tënde. Që mos t'ja fshesh lavdin Zotit. Po t'ju tregosh njerëzve, t'i tregosh botës që Zoti Jezus është i gjallë. Dhe që je krenare vetëm për Jezusin. I ligu thot, ji krenar për fëmijët, ji krenar për martesën, ji krenar për punën, ji krenar se shiko sa ke arritur. Unë dua të them, të gjitha gjërat që i ligu t'i sjell si krenari, po ta them që në mbretërinë e qiellit janë të gjitha të shumëzuara me zero. Apostulli Paul tha, nëse ka diçka ku jam krenar për Krishtin. Pra e vetmi arsye që ti mund t'jesh krenar, është Krishti. Sepse çdo gjë tjetër, nëse ti deklaron jam krenar, i ligu e di që ti ja hape rrugën që ai të futet dhe të vjedh për shkak të krenarisë. Prandaj të dashur, jini krenar për Krishtin, tregoni për madhështitë e tij, tregoni çfarë ai ka bërë në jetën tuaja. Jepjani lavdin Zotit, edhe ai do t'ju lartësoj. Ju bekoj në emrin e Jezusit, paqja e Zotit në ju, mëshira dhe dashuria e Zotit mbi ju, dhe çdo shkëm në jetën tuaja. Çdo gjë që ka hedhur rrenj në jetën tuaja që nuk është nga Krishti, le të shkulet dhe të hidhet në mes të detit. Unë deklaroj lirinë tënde, unë deklaroj shpëtimin tënd, unë deklaroj çlirimin tënd, unë deklaroj që sot e tutje ti do të kesh një identitet të ri. Asnjë gjë më nuk do të shkund edhe nuk do të tulat, sepse ti e di dhe e di dhe e di. Ti nuk fshihesh më. Ti do t'i tregosh botës që Krishti është Zoti jot. Ai që shëron, ai që çliron, ai që bekon. Dhe që Zoti të ka zgjedhur që ti vësh duart mbi të sëmurët dhe ata të shërohen. Ka ardhur koha jo të fshihesh, jo të presësh një konferencë që ti të vishe të shërbesh, ose që ti të vishe dhe të njerëzit të shërohen, ose që ti të vishe të shërohesh. Ka ardhur koha të vajosurit e Perëndis janë shpërndar gjithandej.
dhe unë ju bëj thirrje të vajosurve. Guxoni dhe ushtroni dhuntit tuaja. Guxoni dhe foluni njerëzve për atë që Zoti ka bërë në jetën tënde. Dëshmit hapin qiellin. Dëshmit shkrin dhe zemrat prej akulli. Jepini dëshmit tuaja. Ndajeni që njerëzit të bekohen, të vinë te Krishti dhe të kërkojnë edhe ata ndërhyrjen e Zotit. Ju bekoj dhe paqja e Perëndis në ju, dhe kur të kem përsëri internet dhe drita, do futem përsëri. Mirupafshim.